Izraeli është ndarë dhe po përballet me trazira të brendshme, ndërsa lufta e Izraelit në Gaza ende po vazhdon përballë një kryeministri që tenton të arrihet fitoria me kulm. Përçarjet brenda shoqërisë izraelite po thellohen edhe më shumë. Në javët e fundit, ndërsa aktivistët e Izraelit të paqes dhe grupet kundër luftës kanë arritur fushatën e tyre kundër konfliktit, mbështetësit e luftës kanë arritur gjithashtu presionin e tyre për të vazhduar, pavarësisht kostës së saj humanitare, politike dhe diplomatike. Antarët e ushtrisë kanë publikuar letra të hapura duke protestuar ndaj motiveve politike për vazhdimin e luftës në Gaza, ose duke pretenduar se ofenziva e fundit e cila po shkatërron sistematikisht Gazën, rrezikon robërit e mbetur izraelit që mbahen në territorin palestinez. Diku tjetër, fushatat e protestës dhe refuzimit të shërbimit ushtarak janë përhapur një rezultat i një përzierje të ndjenjes pro paqes dhe zemrimit më të përhapur ndaj trajtimit të luftës nga qeveria duke paraqitur një rrezik për përpjekjet e luftës së Izraelit, të cilat mbështeten në pjesëmarrjen aktive të rinjeve të vendit. Kritikët e luftës thonë se njeriu që ata e kundërshtojnë, kryeministri Benjamin Netanyahu, është bërë i varur nga e djathta ekstreme për ta ruajtur koalicionin e tij dhe nga një opozitë shumë frikacake për t'ju përballur akuzave ndërkombëtare.